Deri në vitin 51 ka marrë Mbretëria Bashkuar qamet në pjesën e jugut atje në Vlorë, te Pelerma dhe Kostra ato vende. Në vitin 51 Partia Komuniste e Greqisë ndërhyn tek Partia Komuniste e Shqipërisë dhe ju kërkon që t'ja japin shtetësinë çamëve. Dhe çamet e lanë shtetësinë greke dhe u bën shqiptar. Morën shtetësi shqiptare. Dhe në vitin 1991 keni gjallë Sali Berishën. Pyet në çfarë tha Mitsotakis kur e ngriti qeshtën çamë. Ta sjelli çamet, po ta bëj çamërinë. S'ka çamë në çamëri. Njëjtën politik deshti presidentja jon, që nuk është e rastit, se kjo nuk është e pravtë. Po kjo është strategji, kjo është shërbim dikujt tjetër. Armiqve të këtij vendit. Na solli një letër në Komisionin për Siguri dhe Mbrojtje në Parlament dhe tha të futet në ligjin për shtetësinë, dhënia me procedurë të shkurtuar statusit shtetësisë shqiptarëve të Kosovës Lindore. Kjo është tradhti. Ti mund të japësh leje qëndrimi sa të kenë dëshirë, mu shkollu, me punu, me po biznes, por jo me jetu këtu. Ata duhet ta bëjnë luftën për identitetin e vet atje ku janë. Nuk ka shkëmbim territor. Me dhon toka shqiptare me marr toka shqiptare. Shqiptarët aty ku janë duhet ta ndërtojnë identitetin e vet. Edhe Kosova Lindore aty duhet ta ndërtojnë identitetin e vet. Ne duhet të luftojmë për kthimin e ndjenjes kombëtare në Sanxhak, në Nishit, në Rash, për Kuple. Toka ime për ardha ime është prej Rashke. Unë asnjëherë tokë, as se kom shit, as ma ka kthy kush, as se kom marr kur. Ne duhet të luftojmë për kthimin e identitetit atje ku jam. E jo marr me kërku me bë shtetas Kosovës. Kosova i ka pas herojt e vet. Nuk mundet kërkush më bë Ibrahim Rgovi dytë, nuk ka qenë një. E ka bë historia, nuk mundet më pas kush më Hashim Thaç, ka qenë një. Ramush Haradini shumë komandant atje. Tani nëse duhet me qenë tillë heroj, edhe Lumir Abdigjiku, edhe Albin Kurti, edhe të tjerë që ka shumë këtu nëpër Kosovë, këtë janë të instaluar këtu. Ja ku është Kosova Lindore, ja ku është Mali Zi, ja ku është Maqedonia, ose tek ju atje i Bashkimi i Drizit, ja ku është Çamëria. Atje shkopën e politikën edhe heroj. Çka kemi nevojë sot e këto dy qendra të rrinë mbështetje. Komandante dhe diçka të fundit kam, çfarë parashikoni dot një ditë pas zgjedhjeve? Se ju përmendete Vjosa Osmanin, si mendoni që do jetë rezultati i saj në këto zgjedhje? Përmendete Hashim Thaçin, edhe akuzat imagjinare, por ka nga ata që përveç akuzave imagjinare, ka dhe një palë tjetër që shpreson të kthimi i tij. Tani kështu. Çështja e Hashim Thaçit dhe atyre që po marrin hod, Milovan Drecun ka qenë zëdhënës i forcave serbe në luftën tonë koshare kundër nesh, i korpusit Prishtinës. Dhe para 2 ditësh nëse s'gaboj, kishte bërë një deklaratë. Dënimi i grupit që janë sot në Hag, është dënim i UÇK-s. Dënimi i UÇK-s e kthen pavarësinë e Kosovës gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. E kishte thënë vetë Milovan Drecun. Po tash i shqiptarëve o kemi thënë na 1 milion herë. Kur i kemi thënë mosni se nuk përgjykohet Hashim Thaçi Kadri Veseli, se fundja nëse kanë bërë vepra personale, ja ku i kemi gjykatat tona, kem burg sigurisë lart, tërë jetën le të dënojnë. Ktu është lufta kundër një që quhet ndërmarrje përbashkët kriminale, ajo është ushtria shënimtare e Kosovës. Dhe kjo ndërmarrje përbashkët kriminale bashkë me NATO-n e kanë sjellë lirinë e Kosovës. Ajo liri ka sjellë pavarësinë e Kosovës. Në vitin 2010 Jeremiç, ka të si ministri jashtëm, e ka dërguar çështjen e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare. Gjykata ndërkombëtare dha version mbështetës, opinion. Nuk e cënon të drejtën ndërkombëtare. Pavarësia jonë. Por në qoftë se dënohen për ndërmarrjet përbashkët kriminale, për trafikim organësh të organizatë terroriste, atëherë pavarësia është produkti i një organizate terroriste. Dhe drejta ndërkombëtare nuk mund ta mbështetë, sepse dhe ndërhyrja e NATO-s konsiderohet jo legale në të drejtën ndërkombëtare. Sepse është bën kapitullin 5 Kartës Kombëve Bashkuar, ku SBA kanë të drejtë të ndërhyjnë në ato raste kur ai që është shtyp dhe populli që shtypet nuk kanë përkatësi të njëjtë etnike. Dhe kështu ka ndërhyrje na SBA-ja, pastaj vendet e NATO-s janë përgjigjur. Përndryshe Këshilli i Sigurimit nuk e ka miratuar ndërhyrjen e NATO-s. Ndërhyrja ka qenë në të drejtën ndërkombëtare, paktën në Akademinë të Mbrojtjes në Angli, Eli Gjeranin profesor, është ndërhyrje jo e drejtë, pra jo legale. Kështu që po u dënua grupi që po gjykohet në Hag, si ndërmarrje përbashkët kriminale dhe për terrorizëm, dënohet e tha, Drecuni dënohet pavarësia e Kosovës. Dhe ai do të shkojë prapë në gjykatën ndërkombëtare. Atëherë do ta shohim kthimin e Kosovës prapë në kthetrat e Serbisë, ku ende ekziston e panjohur dhe në kushtetutën e saj. Dhe Albin Kurti në marrëveshjen e Ohrit ja ka mundsuar nga 3 kushte që i vën artikulli 35 i Bashkimit Evropian për integrim të Serbisë, 2 ja ka hequr për 10 vjet detyrimin që t'i bëj, njojën dhe ndryshimin e kushtetutës. Pra, deri në vitin 33, Serbia nuk ka detyrim as me njoftë Kosovën, as me ndryshu kushtetutën.
e ka detyrim me bën normalizimin e raporteve që janë përmbushja e marrëveshjeve teknike, të cilat Albini në Kosovë pothuajse e ka kryer. Me ato zyrat paralele, me urat, me krejt. Dhe faktikisht Serbia tani ju ka hap kapitulli 6 për integrim dhe mund të thotë se janë Kosovë, s'ka më pushtet paralel, s'ka zyra paralele, të gjithë janë serbët janë integru, janë në institucione lokale, në institucione qendrore, në raport me Kosovën jam okej. Dhe i hap kryeministri i Shqipërisë po kërkon integrim në pako të vendeve të Ballkanit, dhe çka nëse vendoset në vitin 28-29 me hy vendet e Ballkanit perëndimor bashkërisht në paketë në Bashkimin Evropian. Pa e njoftë